Sa njohje I ka sjellë Bexhet Pacolli Kosovës? Po flas kështu direkt dhe indirekt. Direkt dhe indirekt, numri është diku te 43 njohje. 43 njohje. Po. Që është numër jashtëzakonisht I madh. Numër shumë I madh. Veçanërisht për botën e Afrikës, asaj pjese. Sa njohje na kanë tërheq Jetler? Dhe çka do të thotë tërheqja e njohjeve? Në drejtën dëmtore nuk njihet. Nuk njihet, po thjesht vendos mos spekulativ. Por që praktik. Por që I ngrinë raportet. Po. I ngrinë raportet, nuk më mbështet në organizatat ndërkombëtare. S'ti një simbole, s'ta një pasaportën. Nuk më mbështet në për forume, me votë. Rreshtohet në onën e Serbisë, për shembull, siç e kemi rastin e Interpolit, UNESCO-s e të organizatave tjera të rëndësishme. Shiko, kë Serbia më shumë ka ushtru propagandë dhe ka përdorur mjetet e jashtëzakonisht të mëdha financiare në drejtim të bindjes së udhëheqësve të shteteve që më nënshkruajnë dokument ku shkruhet tërheqja e njohjes. Gjatë kohës sa kemi qenë në qeverina, jemi përballë me një luftë të tillë. Por për shembull, kapacitetet që I kemi poseduar ne, zoti Pacolli. Për shembull, kemi rastin e Liberisë, kur kryetari I kuvendit Liberisë viziton Serbinë, e jep një deklaratë atje që Liberia e tërheq njohjen, dhe pas 2 ditësh ne vizitojmë Liberinë dhe në takim me presidentin e shtetit, ai e demanton dhe thotë absolutisht jo. Është e pavërtet. Është e pavërtet, sepse, shiko, nuk keni ne, do të thonë keni qenë aktiv në këtë drejtim. Edhe në parandalimin e tërheqjes së njohjeve. Absolutisht, edhe në numër I madh, sepse efekti është diplomatik. Kryesisht ndikon edhe të shtetet që nuk e kanë njoftë Kosovën, të shtetet që janë skeptike, ndikon një propagandë të tillë. Dhe pastaj aktiviteti jonë diplomatik ka arrit deri në po flas gjatë kohës sa kemi qenë në qeveri. Ka arrit deri në nivelin e prezantimit të fakteve që Serbia po përdor korrupsion, po përdor furnizim me armatim të shtetet afrikane, që ato shtetet që kanë jo stabilitet, që kanë luftë civile, që ta arri efektin e asaj që është quajtur tërheqja e njohjeve. Fakte të cilat pastaj nëpërmjet ambasadorit Gjermanisë në Këshillin e Sigurimit, Christopher Heusgen, janë prezantuar edhe në Këshill të Sigurimit. Fakte të cilat janë siguruar, kanë qenë siguruar nga ona jonë në atë periudhë. Por suksesi jashtëzakonshëm e ti prezantu Gjermania. Absolutisht, sepse ne kemi prezantu realitetin të vërtetë, të bazuara në fakte, për aktivitetin e Serbisë në atë periudhë. Se çka ka bën Serbia, ne kemi arrit njëri prej sekserëve kryesor të Dačićit në atë periudhë, që është një serb nga Slovenia, Vladimir Cizel, keni shkruar edhe jo në atë periudhë. Nëpërmjet prezantimit fakteve nga ona jonë, aktivitetit tonë diplomatik në 7 shtete të Afrikës, ka flet arrest ai person, I cili është sot aktivitetin e vetë e zhvillon në Serbi, sepse ka qenë kontrabanduesi më I madh I armëve në ato shtete. Dhe sigurimi I fakteve nga ona jonë I ka shtyr ato shtete që me lëshu flet arrest për atë person. Dhe Serbia me pas pasoja për një gjë të tillë. Absolutisht. Natyrisht ne nuk mund të flasim për shtetet me të cilat po punoni, zoti Pacolli po punon për. Kemi edhe 7 shtete. 7 shtete. Aktivitetin të cilat ka fillu diku në 2017. Janë të asaj pjese, sigurisht. Po, të asaj pjese.